Nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. E ftuara ime sot është një këngëtare mjaft e suksesshme, rrugtimi i së cilës fillon në Shkodër për të vazhduar me vite këtu, por edhe për të shtektuar jashtë Shqipërisë. Ajo ka sukseset e saj, kthehet dhe rikthehet në zemrën e saj Shkodër me këngën, me dashurinë për qytetin, për njerëzit e saj shumë të afërt. Ajo këto ditë është kthyer në një pjesëmarrje në skenën e teatrit Migjeni, në shown e artistit të mirënjohur Sandor Ruçi, mjeshtër i madh, për të kënduar në këtë spektakël, në këtë shfaqje të radhës së këtij artisti. Në fakt, këngëtarja e ftuar në studion time është e njohur për skenën shqiptare. Ajo vjen her pas here me suksese, me hite të saj, dhe sot unë dua të prezantoj pranë jush Fatjeta Barbullushin. Mirëmëngjes Fatjetë, mirë se erdhe. Nadia, mirë se u gjeta. Sa bukur. Të vish në studion e radios, të hedhësh hapat e parë të ditës, jemi në mëngjes, është nxitse apo jo? Ishte shumë e këndshme, sepse para se me ardhë, faktikisht unë ala me marrë një kafe në shpejtësi, ideja e zgjimit, edhe hyna mrendë në godinë edhe me të vërtet patat energjinë e veçantë që gjithsesi dhe me thonë e niva e mbani me shiu dhe kafen ma shumë. Atë 5 minutë që e konsumova, me u kthy në Radio Shkodra për mu, dhe me thonë është me të vërtet edhe çështje energjijet, me u kthy në origjinë, me gjetë sa kujtime të bukura, por duar tërkitje shumë të nxehta, shumë të bukura, vlerësuese. I ke në vesh për këto 2 netë që të kanë duar trokitur në skenën e teatrit Migjeni, si shkoi shfaqja dhe kënga jote? Mirë shumë, shfaqja ka shku, dhe me thanë, në një nivel me të vërtet ashtu si që e pritme, të paktën unë edhe paka shumë sa e kena diskutu me zotni Sandrin. Për mu ishte një knatësi, dhe me thonë prap e veçantë, sepse nuk i kam numëru sakt, po e di që i ka ma shumë se, dhe me thonë, 30 vjetë që unë nuk kam kënu në teatr. Edhe du të falenderoj Sandrin, Sandri e din, unë ja kam thonë disa herë gjatë kësaj kohe, të pregatitjeve që unë jam shumë mirënjohëse, sepse Sandri u ba sebeb me më kthy në teatr. Pavarësisht tentativave të mia, dhe me thonë që kam pas shumë qejf me ardhë me realizu një recital, ose me kenë edhe pjesëmarrëse në për premiera, në për festivale, ose në për show, por që dhe me thonë a neglizhu kja pjesë, nuk e di. Në fakt, Sandri ka meritën që thith element të ndryshëm që japin, që kanë një kënd të veçantë në art, të rinj, artistë në ecurinë e tyre, artistë që janë afër po janë dhe larg, po që në një farë mënyre rizbulon, freskon gjithë veprimtarinë e tyre. Po, sigurisht, dhe me thonë gjithmonë, sepse unë hapat e mi të parë, dhe me thonë në fillimin e shkollës të mesme dhe kur fillova me kënu këngën popullore ashtu edhe të muzikës të lehtë, hapat e mi të parë ishin teatrin Migjeni, dhe me thanë prej shkollës të muzikës, paralelisht kisha aktivitete, edhe aty ka nis, dhe me thanë edhe suksesi i mirëfillt. Dhe në atë kohë, dhe me thanë, Sandri sigurisht më manë men, edhe ne njifen qysh atëherë. Por Sandri ka kënë gjithmonë një veçantë në premierë, sepse Sandri ka pas gjithmonë atë anën, dhe me thanë, shumë aristokratet muzikës, dhe me thanë, në zgjedhjen, mënyrën e të prumonit të artit që unë, dhe me thanë, e pëlqej edhe sot, sepse më ngjason shumë, dhe me thanë, me ato kabaret franceze, me muzikollin, edhe Sandri për mua është i vetmi sot për sot në Shqipni që bjen një material të tillë në një platformë të tillë artit.
për ndryshe, besoj që Sandri më ka ftu për shumë arsye, edhe për arsyen që domethënë me pas një derë të hapun edhe Fatjeta kur vjen në Shkodër me kënu në teatr, sepse Sandri është vetë emigrant edhe e Po din këtu të gjithë jenë në shpinë. Sigurisht, po që ka i herë edhe kur vjen shtëpi u do ka mira ders. Edhe me prit apo ta hapin, as të ta hapin. Ka i herë, domethënë i bjen, por nuk me të myllën dera. Edhe koha bën vetën sigurisht, por Sandri domethënë e ka menoj që e ka reflektu këtë pjesë. Jo veç për me më pas mu spektakël, por me thy edhe një tabu që vazhdon me ekzistu sot në Shkodër edhe në tanë Shqipnin, mos pjesëmarrja dhe me thanë në për evenimente, në për shfaqje, në për show e këngëtarëve që për arsye të ndryshme e kanë lënë vendin e tyre për me kërku një jetë më të mirë jashtë Shqipnisë. Ti këndove mbrëm dhe pa mbrëm këngën? Kam zgjedh 2 këngë me kënu, dhe me thanë si fillim kam kënu këngën e Nexhmie Pagarushës e Dehun jam, tu njek pak një preferencë edhe të Sandrit, edhe tu ju përshtat dhe me thanë showt, e kisha shumë dëshirë me kënu këtë këngë, dhe sigurisht një këngë shkodrane për të dytë që e zgjodha sepse është pjesë e këngës është pjesë e këngëve të albumit që unë kam nxjerrë mas fundi. Është një këngë, domethënë shkodrane, por që është e përpunuar në një platformë jazz kontemporan, edhe unë që e kisha shumë të rëndësishme me prezantu në teatr. Cili është kjo këngë? Realisht unë kënova këngën Jena erdhi sot pranvera. Edhe mirë po kënga ka marrë komplet domethënë një formë tjetër, është e trajtuar ndryshe, më me sofistikim. Për mendimin tim u prit shumë mirë, pavarësisht se në fillim domethënë ndoshta mund të ishte pak e çuditshme ky prezantimin versionin tim dhe njerëzit i kam pa ma shumë observues ndaj meje se sa një gjus mrame par mramit, po kjo nolli si fenomen sepse unë kisha vite pa u shfaq në skenë. Edhe preferova që gjatë daljes teme në skenë njëkohësisht mos me majt fjalim, sepse ajo shfaqja Sandrit, dhe me thani i takon ekskluziviteti, edhe unë s'kisha nevoj dhe me thanë me dalë, mu prezentu, apo me ba referate. Kisha qef me surprizu me të vërtet publikun, edhe pse kanë ditë prej reklamës njerëzit që unë do t'jem aty. Mos kujto se të harrova, se Duart Rokitjen të dërgova. Kështu që unë besoj se... Duart Rokitja ndaljen teme, dhe me thanë, në publik mrame për mramit ka ken vula e asaj që dhe me thanë pikrisht, dhe me thanë sa do që të myllën dyrt ajo dera kryesore e shpirtit publik shkodran që është i vetmi, nuk ekziston, nuk vjen shprehje mu myll. Në fakt, spektatori shkodran, më saktë telespektatori, të ndjek vazhdimisht Fatjet, sepse me këngët tuaja në koncerte të ndryshme apo edhe në klipe ti je shumë e pranishme. Ndaj Fatjeta Barbullushi është këtu në Shkodër, edhe jashtë Shkodrës, sepse ti jeton në Zvicër prej shumë kohësh. Apo ja? Unë po bahen 20 vite, si vjetë bahen 20 vite, do me thonë që jam largu definitivisht duke kënë rezidente në Lozan, një qytet zvicran, dhe ka 20 vite që unë jetoj në 2 pjesë. Kam një jetë të mirë në Zvicër, sigurisht, jam e kënaqur, edhe faleminderit Zotit, do me thonë se jam me të vërtet pak e privilegjume bile. Njerëzit thonë je fatlume, ke pas fat. Po dhe emrin e ke Fatjet. Sigurisht, mendoj që edhe ka përqinje fatit në këtë pjesë të historisë të jetës teme, por mendoj që është gjithsecili prej nesh kur vim në botë, vim jo me një fat të shkrum, se ka met kjo fjala që është fati, për mu dhe më thanë është qeshtje... Mundosh të shkruash vetë fati. Eksistente, sigurisht, por edhe është diçka shumë shpirtnore për mu shpjegu sot edhe është shumë e gjatë. Unë jam e lumtur në Zvicër, jetoj mirë,
për me kanë mirë mren shpirtnisht edhe jashtë në paraqitje edhe në tana format e ndryshme qenjes njerëzore e plotësume ndihem në Shkodër gjithmonë ma shumë. Sa bukur. Kështu që Në fakt kështu është, por ja që jeta duhet jeta është e tillë sigurisht edhe unë kam mësuar me jetohet. jetu edhe me këtë fakt. Kam Ke mësuar me jetu familjen mirë. tënde, bashortin, djalin. Ky është motivimi kryesor, sepse dhe me thonë për mu familja është e shajtë, dzën vendin kryesor, dzën vendin e parë. Në fillimin e një ditës deri në marimin e ditës për me prit ditën tjetër. Edhe jam mirënjohëse shumë, dhe me thonë që kam këtë motiv të bukur për mu zgju çdo mëngjes, edhe sigurisht që jeta e njerit është edhe një sprovë. Me sfida, me këto gjana, kështu që unë kam këtë sprovë, sfidën e largësisë që dhe me thonë dashje pa dashje më është dasht me pranu, se ka pas momente që ndoshta edhe i kam rezistu, por e kam pa që është e kotë mi rezistu, duhet me e pranu se jetohet shumë ma mirë, ma ndejnë. Por gjithsesi, ajo që është e veçanta jote, fatjeta artiste, është aty. Është aty edhe me artin e saj vjen duartrokitjet, pëlqehet, sepse muzika transmetohet, muzika shtekton, vjen, përcillet, ndaj muzika është brenda teje, kënga është brenda teje. Pavarësisht se jeton larg Shkodrës, apo jo? Sigurisht, nuk është se muzika ka kënë, dhe me thonë, zgjedhja e dytë e jemja një jetë, pavarësisht se unë jap prioritet familjes, por muzika është me mu gjithkohë, dhe me thonë, çka do që të zgjedhë unë, muzikën e kam me vedi, edhe është një diçka që është pjesë e jemja dhe sa do që mund të pretendoj unë me elan anash, është aja që nuk m'blen mu. Edhe sigurisht që vjen dhe me thone e lloj energjie që më nxit me ba gjana të reja, më nxit me pru material për publikun, sepse di që ka njerëz që dojnë me një gjuhë hala këngët e Fatjecës, Patjetër. edhe e respektojnë shumë dhe me thonë këtë gjendje të karrierës, pavarësisht se sa larg jam, dhe me thonë i pretendojnë edhe risit e reja, sepse më shkruajnë vazhdimisht, ndoshta nuk janë edhe një që shumë, që kur viju në aeroport me dalë me më prit, por është një pjesë shumë e zgjedhur, dhe me thonë, unë jam krenare për fansat e mi, që se mund t'i quj fansa, simpatizusa ose ardashse. Përpara se ne të hynim në bisedë të drejt për drejt, transmetuam në valët e radios një nga këngët tuaja, të kompozuara nga Adrian Hila. Po, këngën e Limoni. Po, kjo dëshmon që bashkëpunimi me kompozitorët, me autorët e ndryshëm është i gjallëruar. Si e mban këtë lidhje me muzikantët, me kompozitorët? Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme, sepse gjithmonë para se me startu projektin dhe me fillu projektin për një këngë, dhe me thonë pjesa që është shqetësuese dhe më vend trunin punë është me kë do ta realizoj. Edhe unë jam pak, dhe me thonë, kam qef me punu me ma të mirët, po me punu me ma të mirët donë edhe kushte, aja s'diskutohet. Po. Edhe gjaja parë që i bëj është ja krijoj kushtin, dhe me thonë, Fatjetës për me punu për një këngë të bukur, me zgjell një kompozitor të mirë që mundet edhe me punu paka shumë mrena për mrena shijeve të Fatjetës, sepse unë edhe shijet i kam pak speciale, i komplikoj. Do me thonë, në natyrën teme është në pyetje me pru gjithmonë diçka të re të bukur, të pëlqyeshme për publikun sigurisht, por rrallë parë duhet unë mundi shumë komode në këngë dhe me më pëlqy mu. Sepse në momentin që unë do të njihem mirë në këngë dhe do të më pëlqejnë mu, sigurisht që energjia ka me kenë edhe pozitive edhe shumë e mirë të publiku, sepse kam zgjedh diçka që do me thonë është në plotësim me shijet e Fatjetës, me zanin, me jetën e Fatjetës, sepse kënga, çfarë do teme që na të zgjedhim me bë këngën, na kena një pjesë shpirtit në atë këngë. Absolutisht. Këngëtarët edhe sigurisht, dhe me thonë, po në përgjithësi, pavarësisht zgjedhjeve të mia, kënga është pëlqy, dhe me thonë, gjithmonë nga ardashti. Dhe kur mendon këtë rrugë ngjitje,
të fatjetës. Këto këngë të realizuara bukur, këto vokal të ndritshëm, këto bashkëpunime me artistë të mirënjohur, ne përmendëm Adrian Hirën, por mund të përmendim edhe të tjerë. Patjetër që edhe një vështrim jo krejt pingull, por gjithsesi duke zbritur në vite, tek ajo fatjetë vogël. Tek ajo fatjetë vogël e cila filloi menjëherë të tërheq vëmendjen, ishte ndoshta në klasat e fillores kur mori pjesë për herë të parë në koncertin e ansambleve të shkollave 8 vjeçare të qytetit, përfaqësuese e shkollës 8 vjeçare atëherë, Ndremjeda. Mësues Lutfi Muça, ndjes pas. E kujtoj me shumë nderim. E kishte përfaqësuesen e vet, krenarinë e shkollës, bilbilin e shkollës me një zë për të bukur, me sy të qelqt, faqe të bardha dhe mollëza të kuqe. Bjonde ishte Fatjete Barbullusi. E kujton këtë fillim? E kujtoj sepse në rastet veçanta të karrierës teme, për motivim, për me ecë përpara, ne në përgjithësi artistat mundohen gjithmonë me prua për vetit, qoftë me mendime, qoftë me shpirt, qoftë fizikisht, njerëz që na përkrahin. Sepse është shumë e rëndësishme, domethënë ata na bëjnë me krah për me fluturu. Mësues Lutfia është në njerëzit kryesor që unë sot e kësaj dite e kujtoj me shumë mall, sepse mësues Lutfia domethënë është në një ndër njerëzit e rrallë që ka besu shumë te fatjeta. Unë kam qenë shumë e vogël në atë kohë dhe nuk e kam ditë, nuk kam qenë koshjente për potencialin tim, edhe pavarësisht moshës teme, mësues Lutfia luftote gjithmonë që me ma batë ditun, dhe me thonë talentin që me luftu edhe me vazhdu, dhe me thonë këtë rrugë, sepse isha e lindun për atë gjë. Edhe ma i men ishte, dhe me thonë, pjesa e parë konkuruse, kur ishte momenti mu bazë zgjedhja, edhe kishte ardhë profesor Kujtim Alia në atë kohë me bazë zgjedhjet në shkollë, edhe mësues Lutfia që flikte me dure, me kam, edhe dote unë isha e zgjadhun, po dote me e veçu gjithsesi, dhe me thonë, prezencën e fatjetës që dëgjo fatjeta po vjen, po merr pjesë, tash po futet në shtëpinë e pionjerit, po kije parasysh që fatjeta është fatjeta. Dhe me thonë, edhe është, unë e kam zbulu. Edhe shumë e vërtet se unë kam kënë edhe natyrë shumë ndoshta e shkath, po të njëjtën kohë dhe pak e turpshme, se visha nga një familje dashje pa pak konservatore, dhe me thamë, vajza u dote me pas një lloj qëndrimi edhe modestie. Ishte edhe koha e tilla, atëherë edhe mirë po mësues Lutfia insistote që unë duhet bash atë rrinin tem pavarësisht se sa e vogël isha, sepse potenciali ishte i madh. Çfarë këngë ke pas kënduar? Ja kam nis me shumë këngë të ndryshme në për festivale që unë... Jo, tek shkolla. Tek shkolla nuk e maj mend. Më duket se ka qenë popullore. Sinqerisht nuk e maj mend, po me siguri do të kem kënu këngë popullore, se e maj mend edhe në shtëpi, vllai Ademi gjithmonë me vete si për tavolinë, se isha shumë e vogël, më hypte përmi tavolinë, edhe dhe me thanë kënoshim bashkë, më mësote dhe me thanë gjana në lidhje me muziken, me prezentimin, me qëndrimin. Në gen muzikën të kënduar? Sigurisht, në familjen teme kënojnë të tanë, kënon edhe baba, edhe mami, pavarësisht se nuk kanë tentu më bë artista gjatë jetës tyne, po unë Ademi kina kenë ma të lidhën emocionalisht, shpirtnisht dhe me thanë, edhe fizikisht edhe në tana format, sepse sot e kësaj dite edhe Ademi vazhdojnë dhe me thanë me kënu, unë po ashtu është, dhe me thanë është i diçka që s'kina mujt me nda prej jetës të përditshme muziken. Edhe është pjesë e familjes tonë edhe muzika. Natyrisht. Por pas shfaqjeve, përfaqësimit në ansamblin e shkollës, ti pastaj e pate rrugën
drejt festivalit të fëmijëve, më kujtohet kënga Lona emrin po humbet, ka qenë fituese e çmimit të parë dhe këngëtarja Fatjeta Barbullushi ka qenë e padiskutueshme në suksesin e saj. Diçka e tillë. Një vajzë për çudi që s'jarrotu një shtëpi, ajo emnin ka Elon, por të gjithë llastici thon, vjen nga shkolla e bërtet, gjyshja drekën ja shtron shpejt, mami babi gati rin, sa në dhome në guzhin. Fantastike, shumë e bukur. Pavarësisht se unë e admiroj shumë këtë këngë, por unë nuk kam kënë Lona. Jo, s'ka problem, kënga ka mesazh. Edhe se Lonën e kam kënu, jo se s'kam kënë e privilegjuar në familje, se ma e vogla e shtëpis jam, por nuk është se kam pas njerëz gati fort. Sepse në atë kohë ka kënë, dhe me thonë, një ritëm tjetër jetese, mami, babi kanë kënë punë. Por ti pate shumë sukses në këtë këngë. Sigurisht, unë kam pas një lloj, dhe me thonë, autonomie, pavarësie, qysh në moshë vogël. Mi marrë gjanat përsi për vetë, me shku, me ardhë në shtëpitë pionierit vetë, nga njëherë majmen e basha rrugën me Ervin Bushatin, ishim me shtëpia afër, organizoshim pa tjetër përshëndetjet për zemër të Ervinit. U hap rruga vetë sepse, dhe më thanë, u spikat për kushtimin këngë. Unë pambarësisht, dhe më thanë, natyrës teme, ishte zani, ishte talenti, edhe falë Zotit pata, dhe më thanë, edhe mikpritjen në atë kohë. Të mësus kujtimit, të drejtoreshës, ish drejtoreshës shtëpisë pionierit, nuk e mojmen me emrin, po e di që ka kënë zonja Lirie, në që se nuk gabojnë. Liri Hitaj, e përshëndesim, po. Unë kam kënë një personazh shumë i dashtën për i tyne në atë kohë, se shumë e vogël, po. E shikon Fatjetë në fillim sikur u stepën paksa kur përmende ato dyert të mbyllura, por ato dyert të hapura të fillimit kanë qenë shumë vendimtare, apo jo? Sigurisht, po, mu kjo mbështetja ka një rëndësi shumë të madhe. Mu kjo më bën pak paradoks, dhe me thonë, sigurisht shikonat ndryshojnë edhe nuk rrinë gjanat si kanë kenë, sepse na jena në evoluim, edhe institucionet kanë gjithsecila integrimin e vetë mënyrën e tyne, edhe sigurisht në barësit atyne që i përfaqësojnë edhe i drejtojnë, po për mua është shumë rëndësishme edhe unë jam një njeri që kam një natyrë që i shprehi gjanat, dhe më thanë për mu nuk vjen diskutimi majtë, sepse përderisa i mendoj mirë për para, mendoj që janë të nevojshme për mi shprej. Është, dhe me thonë, çdo mendim ka atë pjesën organike që të detyron me shprej në mënyrë publike, sepse është e rëndësishme jo vetëm për Fatjetën, për artin përgjithësi. Në fakt, kjo ardhje jotja, pavarësisht se mund të ishte edhe më shpejt, më e hershme, ti je natyrisht një këngëtare e suksesshme dhe shumë aktive, patjetër që do ndikojë në ecurinë tënde artistike. Edhe ndoshta përsëri do të ketë trokitje të tjera tek dera e Fatjetës për të ardhur dhe për të mbritur. Shpresoj të paktën për në Shkodër, se nuk është se unë nuk jam natyrë fort që trokas në dyrë, dhe me thonë është një lloj karrieret me të vërtet still free, si thojnë Amerikanët. Faleminderit Zotit, janë kriju kushtet që unë me pas një lloj pavarësie të tillë në karrierë, edhe mi bë gjanat, dhe me thonë me rrjall gjanat në mënyrë të natyrshme, mos mu lodh shumë, sepse për mu në Zvicër sigurisht që profesioni i këngëtares është në plan të dytë edhe njeket për pasion. Unë kam një përditshmëri tjetër për me jetu edhe me pas të ardhuna financiare në Zvicër. Me ardhe në Shkodër unë e vi shumë shpesh. Ka pas raste që kam ardhe për çdo muaj, për arsye familjare, për arsye malli, sigurisht. E kam pas mundësin, edhe nuk është se kam pru gjithmonë projekte,
Kam insistu, kam provu, dhe me thonë mi nda me televizionet lokale, sigurisht, edhe me disa bashkëpunëtor, në përgjithësi janë prit mirë, faleminderit prej të gjitha tyneve që më kanë përkra, shpresoj që të ketë ftesa të ardhmen, sigurisht, sepse na mundenam, dhe me thonë, me knu në për skena botnore, por gjithsesi shpirti me të skena Shkodrës, dhe me thonë, çdo lloj periudhe të jetës kur na e vëm vedin pyetje për me gjetë një përgjigje, dhe me thënë përgjigjen e marrim gjithmonë duke u kthy në origjinë. Absolutisht. Fatjetë më bën përshtypje se gjinia më e preferuar e jotja është kënga popullore. Madje duke ju referuar edhe një albumin që ti ke nxjerr, burimi është kënga popullore. Më pas e ke stilizuar, ke kaluar në një rrymë tjetër, siç është jazz kontemporan, vërtet një eksperiment i joti, por që ka rezultuar me sukses. Me të thënë drejtën, shijet e mia janë shumë universale në lidhje me muzikën. Unë qyse kam kry klasën e 8 për me fillu masanejnën, dhe me thonë tamam karrierën si një këngëtare adulte e rritun, kam nis me popullore, po gjithmonë anash më qëndrote dëshira me knu këngët e muzikës lejtë arktuse. Edhe e majmen që më suskujtimi ma bate jo vrejtje, po më thote gjithsesi munoju, thote mu profilizu, thote se si e tu dit, se me thonë ke shumë dëshira, që i tu dasht. Edhe unë gjithmonë eksperimentosha. Dhe me thonë, u prezentosha me këngë popullore, për shembull, mu shfaq të një mundësi e një aktivitetit vogël, fillosha knosha këngë të leta të Irma Libohovs ose para Shebisimakut, se i pëlqesha dhe dosha gjithsesi me eksploru edhe muzikën e lehtë. Cili institucion ka qenë atëherë ku ju jeni aktivizuar? Teatri Migjeni, Shtëpia e Kulturës, do me thonë kam kanë shumë e përfshime në Shkodër, 100%. Tek klubi i rinis? Sigurisht nuk kam kanë noshta, dhe me thonë statike, por kam kanë e përfshime 100% të në aktivitetet. Sigurisht ishte kulmi i karrierës në atë kohë. Mande unë moshën 17-18 vjeçare u shkputa sepse fillova me koncerte, dhe me thonë jashtë Shqipënisë, e me aktivitete, edhe gradualisht erdhi të Muxhan vendi. Ti ke vendin tënd, mendoj? Sigurisht. Dhe me thonë, gjithse cili artiste ka vendin e vetë që sa do të mundohet mu fshi prej kohës ose prej fenomeneve, në qofë se ka kontribu me shpirt, dhe me thonë në integrimin e vetë si artist, sigurisht që ka me gjithë vendin e vetë gjithmonë. Po fatjet, kënga popullore përsëri mbetet, përveç rrymave të tjera. Sigurisht mbetet, sepse dhe me thonë kënga popullore ka dhe pjesën e folklorit shqiptar, të vetën, edhe unë e kam nis me këtë këngë, dhe me thonë shumë njerëz ma kanë thënë që mu më flenë kënga popullore, e kënoj mirë, edhe është edhe një arsye shumë e mirë për me vazhdu me praktiku, me kënu, me sjell. Unë kam eksperimentu me albumin e funit. Dua të falenderoj për dhuratën që më ke sjellë sot në studio këtë album, Fatjeta, Nguralumi Jazz Band, Lulebor Albanian Jazz. Lulebor e kam titullu albumin për shumë arsye. Mu shoshnia e ngusht më thret Lulebor, ma ka vukët, pavarësisht se unë nuk është se dhe me thonë jam pjesa e atyne artistave që vejnë nofka ose emna, dhe me thonë specifik në karrierë, sepse e baj mirë emnin Fatjeta. është emër shumë i bukur. Ka raste më kanë thirë Zamak, Tranafil, pak në përgdhelje, po shumica dhe me thanë ka vite që ma ka njit këtë emër në shej dashnijet për artin edhe muzikën që unë bi, Lulebor, mirë po edhe zgjedhja e këngës Lulebor në album që është pjesë e albumit, si një legjend shkodrane, ku çdo vajzë shkodrane e nin vedin Lulebor, ashtu edhe unë pse jo, mund t'ja lejoj vetes, dhe me thanë një epitet të tillë. Lulebor, sepse
Në lullëzim e si për ta njëtën, po gjithmonë në thojza e kufizume me këtë ftohtësinë e borës. Ne në Shkodër e lule bore, kemi shumë të dashur, shumë të bukur, e ke stilizuar në një jazz kontemporan së bashku me të tjera këngë, janë gjithsej 10 këngë që ka albumi, dhe te ke punuar specifikisht për secilën prej tyre. Po, ka kanë një zgjedhje, domethënë shumë sfiduese për mua, sepse me realizu album, domethënë gjithkund është e vështirë për artistat, ka don investim shpirtnor, fizik edhe material, s'diskutohet, që duhet me pas, për ndryshe nuk mundesh me realizu sa do dëshira e madhe t'jenë. Edhe unë kam fillu qysh përpara mu pregatit kana financiare, me kursy, pare. Po, të gjitha janë. Sepse albumi, domethënë, kishte një platformë që kërkote luks në bamjen e tij. U do të me mbledh muzikantat, u do të me gjetë studion, pa llogarit pregatitje në zgjedhjen e repertorit, provat e këto detajet e tjera përpara. Albumi ka nisë mu pregatit qysh në 2014, edhe kena ba prova gjatë kësaj kohe, unë jam integru në grupin Guralumi, ku kam ba evenimente, koncerte me ta përpara. Pastaj kena fillu me zgjadh repertorin avash avash, mi punu, me ba prova, vetëm për vetëm me profesor John Guralumin, i cili ishte lideri i grupit, për me vazhdu mandenan me pjesëtarët e tjerë, dhe me thamë me klarinetistin, basistin, edhe bateristin e grupit. Kena punu shumë, masandenan kena vazhdu me incizimin studio, i cili ka kanë 100% live në studio zvicrane që na kena zgjedh me punu atje. Ka kanë 100% live, do me thanë gjdo këngë është incizu me gjdo muzikant live në studio, në kabinat ndryshme, do me thanë ka kanë një punë një e letë. Por edhe ishte hera parë për mu, do me thanë që edhe eksplorosha një diçka t'tillë, edhe sigurisht ishte edhe shumë konstruktive, sepse dashje pa dashje, do me thonë, merte për masat rëndësishme. Pa dyshim. Sa do që një album të me ken modest. Dhe besoj që nga ky album do të rrjedhin edhe të tjerë albume. Do të kesh edhe hapa të tjerë. Unë e di që shumë shpejt do nxjerrësh një klip që do të shënoj një tjetër sukses tëndin. Mund të thuash diçka për të? Këtë rallë sigurisht unë kisha kohë që e menosha këtë tematik për me pru për publikun ardashtë. Dosha një këngë që do të përfshihen shumë, do me thanë, fenomenet jetës, qenjes tonë aktualisht, edhe mirë po sidomos me pru vedin, me aba një këngë dhuratë dhe vedit. Sa bukur! Që gjithsesi me një vedin 100% mrend, sepse unë tana këngët, do me thanë, i përfshin vetë vete, po kisha dëshirë me ba dhe diçka për qefin tem kësaj ralle. Edhe për një diçka që mu më ngacmon vazhdimisht edhe nuk më len të qetë, edhe më sjell gjithmonë në diskutime, në argumente, edhe më përfshin është kënga quhet Mall. Kënga që vjen sigurisht kënga quhet Mall, edhe kënga i dedikohet fatjetës mallit Shkodrës. Ma tepër nuk kam qef me dhënë detaje, sepse është një kompozim i? Kompozimi vjen nga Nexhat Mujovi, është kompozitori i bendit Elita 5, dhe me thanë që kësaj radhe unë zolla me punu me te, për edhe shije personale, edhe për me sjell diçka që përfshin modernen, folklorin. Muzika është regjistruar dhe pritet të regjistrohet filmimi tashmë, të bëhet filmimi. Shumë shpejt do të vinë, dhe me thanë jena në përgatitje si për të detajeve të fundit. Je gati, sepse ky nuk është klipi i vetëm, ke bërë edhe klipe të tjera, kështu që tashmë ke fituar një lloj përvoje. Klipe, sepse sot do me thanë aktualisht ardhja e këngëve funksionon në mënyrë më të mirë me klipe. Po
pse jo, domethënë me shfrytzu hala edhe pjesën, për shembull, përderisa kënga flet për Shkodrën, sigurisht që duhet me vun pa bukurinë e Shkodrës, energjinë e Shkodrës. Shkodrën, domethënë, të përmbledhur në tana gjendjet e saj, që unë e ni kur vi edhe kur jam larg kësaj, edhe kur thohet Fatjeta për mu thohet Shkodra. Edhe kjo besoj se do të jetë shumë e afërt edhe në interpretim. Sigurisht, unë edhe kur e kam kënu e kam përjetu shumë. Unë jam natyre emotive, çdo këngë që regjistroj e baj temën edhe sigurisht do ta ni. Mirë, po kësaj rrallë ka kënë me të vërtet shumë speciale. S'ka shumë që e kam marrë këngën të përfundume, edhe kur e kam da me njerëzit e ngushtë, ma kanë vunë dukje edhe më kanë thënë ti ke këngë të bukura, i ke tënga të bukura në përgjithësi, po kjo ka me kënë edhe ma e bukur sa të tjerat. Për krahasim të kritikët më të afërt dhe më të fortë tuaj janë bashkëshorti dhe djali, apo ka edhe të tjerë që janë krejt afërt? Disi, ky është diçka, domethënë, si fenomen se unë jam shumë kritike e vedit. Jam një natyrë që domethënë e ve vedin gjithmonë pyetje, edhe kam qef, sigurisht që nuk e pretendoj perfeksionin, po për me ba ma mirë njëri duhet gjithmonë me vu vedin pyetje, edhe e ngacmoj vedin, e komplikoj vedin, jo se s'jam e knaqën, por kërkoj gjithmonë me dhanë versionin të më të mirë. Sigurisht që bashkëshorti është futet të kritik të parë, sepse unë kur marrë një material e daj me te, edhe është nër njerëzit që më përkra ma shumë, sigurisht në jetën e përdiqme, në karrierë, në këngë, në zgjedhje, por është edhe një zgjedhje jemja që unë, domethënë, që 20 vite martes, dashni, njohje, e kam shumë të nevojshme edhe kam organike opinionin e bashkëshortit. Absolutisht. Për ndryshe, asnjë njeri nuk do të bënte aq mirë profesionin, pasionin, pa një mbështetje shumë të afërt, siç është familja edhe të dashurit e zemrës. Fatjetë, ky ishte një stacion i radhës në skenën e teatrit mi gjenin në studion e radios sot në Mirëmëngjes Shkodër, por unë jam e bindur se shumë shpejt do të kesh përsëri të tjera pjesëmarrje në Shkodër, suksese padyshim, qoftë me klipin apo edhe me albumet e tjera që do vinë. Të uroj shumë sukses në çmim tënde. Unë të falenderoj shumë sot që më bane pjesë, sepse është si më kariku me një voltma dhe energjie për me vazhdu me shty edhe ditë tjera mrapa. Prezenca në Radio Shkodra ishte diçka shumë e bukur sot. Falenderoj shumë për ftesën, ju uroj edhe juve një vazhdimsi të suksesshme. Çdo gjë të bukur të uroj në çurinë tënde, në dashurinë tënde që është kënga, në suksesin tënd, në pasionin, në atë burim të pashtershëm që vjen nga Fatjeta e dikush me fëmijë në Fatjetën e sotme, tashmë një këngëtare që ka krijuar profilin e saj. Të falenderoj edhe një herë që ishe sot dhe të uroj vetëm suksese në jetë, suksese në këngë, në muzikë, suksese mes njerëzve tuaj të dashur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe i falenderoj shumë edhe publikun shkodran që më ka njekë. Është i mrekullueshëm. Ju uroj një ditë marë. Shumë faleminderit. Faleminderit.